Shpjegimi i trekëndshit të karmës financiare. Kur trekëndshi i karmës financiare nuk përmban asnjë shifër, atëherë kjo nënkupton karmën e skamjes. Kur në trekëndshin e karmës financiare ka vetëm një shifër, atëherë kjo nënkupton karmën e varfërisë. Dy shifra në trekëndshin e karmës financiare nënkuptojnë nivelin financiar mesatar. Tre shifra në trekëndshin e karmës financiare nënkuptojnë karmën e mirëqenies. Nëse në trekëndshin e karmës financiare ka 4 shifra, atëherë kjo nënkupton karmën e pasurisë. Kur trekëndshi i karmës financiare përmban 5 ose më shumë shifra, atëherë kjo simbolizon luksin, bollëkun dhe begatin. Si ta kuptojmë karmën financiare dhe si ta korrigjojmë atë? Na ndiqni.